Sporti nuk qëndron vetëm te garuesit, por edhe te ata që ruajnë drejtësinë, disiplinën dhe standardin e lojës. Jetmira Dervishi është një nga figurat më aktive dhe më të respektuara të karates në vend dhe rajon. Si gjyqtare e licencuar shtetërore ballkanike dhe europiane, ajo ka përfaqësuar Kërçovën dhe Maqedoninë në kampionate kombëtare ballkanike dhe europiane, si edhe në turne ndërkombëtare prestigjioze. Gjatë vitit 2025, Jetmira ka qenë e angazhuar si gjyqtare në 10 gara zyrtare të karates, nga kampionatet shtetëror deri në turnet ndërkombëtar në Kosovë, Kroaci dhe Europë. Përveç rolit të saj si gjyqtare, ajo është edhe themeluese, instruktore dhe promovuese e aktivitetit fizik, duke nxitur kështu pjesëmarrjen e grave dhe vajzave në sport. Si grua profesioniste dhe punëtore shtetërore, ajo ka dëshmuar se përkushtimi dhe korrektësia mund të ndërtojnë autoritet dhe respekt në sport. Për kontributin e saj të vazhdueshëm, për promovimin dhe përfaqësimin dinjitoz të sportit kërçovar dhe për fuqizimin e rolit të gruas në sport, Shoqata Votra e nderon Jetmira Dervishin me çmimin e kontributit sportiv në sektorin e karates.